Të nderuar miq, do të shkojmë në Maqedoninë e Veriut për të folur për situatën politike aty në kampin shqiptar, për të drejtat tona atje, debatin për gjuhën, por edhe atë të fundit për rolin e ambasadorit ton, një palë e cilëson si ndërhyrje, ndërsa pala tjetër jo, por si mund ta interpretojmë, nëse ka kaluar kufit diplomatik apo jo. Për këtë do të flasim më shumë për këto detaje dhe të tjerat me kolegun Afrim Tanallara. Afrim, përshëndetje dhe faleminderit. Përshëndetje, faleminderit për mundësinë për të kishur në mediat në Shqipëri. Faleminderit ju. Zhvillimet kryesore kanë qenë nga Vleni, ku u nis të shkarkonte ministrin, por ministri shkarkoi kryesin, ndërkohë që Miskovski duket sikur e futin furt, fillimisht ju dha të drejtë për ligjin për jurisprudencën, më pas ministri kundërshton kryeministrin, po jo pa dijenin besoj të Miskovskit. Kështu që duket sikur e nxori bllok Vlenin, por çfarë po ndodh në mbret atyre? Pra, fillimisht gabimi ndodhi që nuk partitë politike shqiptare këtu nuk kanë krijuar komisione që analizojnë situatat, ligjet, kushtetutën. Ata kanë dhënë një deklaratë publike politike, ndërsa kryeministri doli sikur të ishte më informuar, pasi që citoi pjesën e ligjit, i cili në mënyrë taksative definon dhe përkufizon për përdorimin e gjuhës shqipe që nuk e ndalon. Realisht, po fatkeqësia më e madhe është gati për 10-15 vite, nga kur është i votuar në kuvent ligji për përdorimin e gjuhëve, deri më tani nuk është përdorur. Në fakt i bie sikur ndodhi ndryshimi i pushtetit dhe pastaj dolën sikur të paralizuara nga pjesa e marrëveshjes së Ohrit, pasi përdorimi i gjuhës shqipe është pjesë e marrëveshjes së Ohrit. Dhe këtu në realisht nuk doli bllok vetëm zyrtar të Vlenit, po thjesht dolën komplet aktorët politikë shqiptar. Pasi për një kohë të gjatë nuk është implementuar kjo, nuk është çështja vetëm e pjesës së jurisprudencës. Pra tu ka shumë akte ligjore në të cilat duhet të definohen në mënyrë taksative dhe ligjore se ku gjen përdorim ligji i gjuhës. Deri më tani ne ka funksionuar sikur në mënyrë politike më tepër është përdorimi i gjuhës se sa realisht ka pasur implementim në praktik nga votimi më duket në vitin 2008, faza e parë e implementimit për përdorimin e ligjit të gjuhëve, dhe tani bie sikur më tepër kryeministri Miskovski në mënyrë më të saktë dhe më precize foli për përdorimin e gjuhëve, i cili deklaroi se mund të përdoret dhe nuk është antiligjore. Pastaj sikur në qëndrimin e ditë sikur edhe reiteroi nga qëndrimi i parë. Tha duhet të rishqirtohet edhe një herë mundësia se ku mund të gjej përdorim. Pasi nuk është çështja vetëm e jurisprudencës, është çështja e provimit të maturës, provimeve në disa institucione shtetërore ku shqiptarët i nënshtrohen provimit. Pra u tha shumë, por nuk u bë asgjë. Ashtu realisht për sa kohë është folur për përdorimin e gjuhës, por nuk ka gjetur përdorim praktik. Sikur kanë krijuar agjenci, inspektorate për mbikëqyrje, por në praktik përdorimi i gjuhës shqipe në institucionet shtetërore në rrafshin lokal ka përdorim të plotë, ndërsa në institucionet qendrore është e lënë në vullnet të lirë të politikës në kampin politik maqedonas. Me lëvizjet e fundit atentoi Miskovski që, domethënë me këtë kurth që i ngriti Bilallit për ta nxjerr nga qeveria, pra për ta provokuar, sepse nuk u bind as ministri, ndërkohë që duket me pak fjalë sikur ishte ai baba i Vlenit. Në fakt, jo baba i Vlenit, ai është kryeministri i vendit dhe ka të drejtën ndoshta të përzihet në pjesën e ekzekutivit të ministrave. Është obligimi i tij si kryeministër që menaxhon ministrin. Për të emëruar ju e njihni më mirë se keni edhe më shumë eksperiencë, sigurisht që njihni edhe atje ambientin më së miri, që kryetari besoj emëron ministrat. Jo, kryetarët e partive, kryesisht partitë politike dhe propozimet i bën kryeministri, pastaj i miraton, i verifikon kandidaturat për ministër. Dorta Kasami ka menduar që edhe po ta shkarkonte Timanin, Miskovski nuk do ta hiqte, kështu që domethënë do dilte bllok, edhe zgjodhi një rrugë mesme, po i humbur. Realisht në përkthimet politike ashtu mund të interpretohet, po pra paskena e kreta saj situate nuk ka dhënë informacion se po sikur edhe kryeministri Miskovski pjesërisht bën lojën e vet politike. Ndërkohë që sot kërkoi që po të ishin bashkë
do ishin më mirë, po besoj ati të përçarë i interesojnë. Po, ati ma tepër ndoshta edhe i përshtatet për interesa politike shtetërore, nuk e di për çfarë qëllime, për çfarë motive. Mickovskit i përshtatet situata shqiptare të jenë më të polarizuar, më të paorganizuar, më të paekipuar, që pastaj të ketë hapësirën të manevrojë. Këtu në këtë situatë duhet përmend edhe një fakt tjetër. Vleni është sikur 4 subjekte, koordinimi, organizimin, nuk e di se si funksionon modalitetet e brendshme të përët. Pastaj ke blokun tjetër të API-s. Edhe sikur Mickovskit i mundson pozicion të favorshëm polarizimi ekstrem i opozitës dhe pushtetit. Dhe ai në momente të caktuara varësisht prej situatave politike përdor njërin apo tjetra për poentimet e veta. Po nuk ka ndoshta edhe interes edhe kryeministri Mickovskit të dobësoj partnerin e koalicionit Vlenit, pasi nuk poenton politikisht, nuk e fakturon në votë elektorale tek elektorati maqedon. Po, ky në gjykimin tuaj mund të jetë momenti më i keq dhe më i vështirë i pjesës shqiptare aty, se nga momenti që kishim kryeministrin, tani jemi të papërfillur fare për të mos thënë edhe këto aktet që disa interpretojnë edhe si poshtërim ndaj pjesë nga i shqiptarëve në qeveri. Jo, poentimet politike mes rivalëve pushtet opozitë çdo dashur të interpretohen dhe të komentohen nga aktorë të ndryshëm politik, po situata nuk është edhe bashkështu të bardhëzi. Si e paraqet qoftë opozita ose pushteti si e prezanton situatën e real. Parafërsisht sipas mendimit tim mendoj se situata identike vazhdon sikur ishte edhe më parë dhe tani. Nuk ka ndonjë ndryshim të madh. Pavarësisht pse në opinion tingon ashtu, po sikur realizimet buxhetore nëse i ndjek, nuk ka ndonjë dallim në mbështetjet të komunave shqiptare. Mund të Vleni të ketë një pozicion më të dobët politik për arsyetimin pasi VMRO ka një pushtet të madh, ka një mbështetje të madhe popullore, ka një fuqi të madhe politike prej 58 mandateve, ndërsa Vleni është me 13 ose 14 mandate. Dhe kjo e bën disproporcione. Nuk është pozicion identik sikur në bashkëqeverisjen e LSDM-s me BDI-n. LSDM-ja nuk e ka shumicën në kuvend. Gjithçka varet nga BDI ose nga faktori politik shqiptar, dhe kjo në opinion e paraqet sikur shqiptarët gjithçka degradohet, që nuk korrespondon me realitetin këtu. Unë ndjek zhvillimet politike që nga viti 2005, mendoj se periudha më ekstreme dhe më e keqe në raport të politikës shtetërore shqiptaro-maqedone ka ndodhur në vitin 2011 kur kryeministri ishte Nikola Gruevski. Ajo qasje tani nuk është, pastaj aspekti ekonomiko-social nuk e lejon atë pozicion edhe kryeministrit. Edhe sikur në të gjitha parametrat, në të gjitha matjet, në të gjitha anketat të opinionit publik, delën sipërfaqe sikur më shumë njerëzit më intereson standardi jetesës, standardi jetësor, se sa realitet zënka politike mes pushtetit dhe opozitës. Më shumë se perceptimi është edhe përpara çdo palë zgjedhjeve, por edhe pas tyre që Tirana është krah BDI-s, kurse Prishtina, Albin Kurti me Vlenin. Por ditët e fundit kemi parë që edhe ambasadori nga disa është interpretuar hapur fare nga Bilat Kasami që ka ndërhyrë. Ju si mendoni, ka ndërhyrë apo jo në proceset e brendshme? Ka mbajt anë? Ambasadori i Shqipërisë bën punën e vet, si gjithë ambasadorët më parshëm, na sugjeron para që të vërej që këshilla alarmon. Realisht atë edhe ka edhe obligim kushtetues, edhe obligim njerëzor, pastaj edhe obligim kombëtar. Nuk bën diçka jashtë rolit të vet diplomatik dhe misionit të vet. Edhe nëse te kalon rolin e vet, ajo është ambasadori i Shqipërisë. Nuk duhet shihet politikisht veprimi i ambasadorit, pavarësisht pozicioneve politike. Të të ndodhen në fakt, partitë politike kur janë në opozitë solidarizohen ose kërkojnë shërbim mbështetje nga ambasadori i Shqipërisë. Kur janë pushtet, e anashkalojnë ose e harrojnë komplet. Që është një gabim i madh. Kjo situatë u imponu nga përzierja shumë e drejtë për drejtë e vetëvendosjes në politikbërjen në Shkup dhe krijojnë çfarë lloj ndasie ideologjike, konceptuale politike, që është një gabim. Në fakt këta ndasi dhe këta polarizime të këtij niveli mundsojnë pastaj kryeministrin të bëjë lojën e vet në politikë.
Ambasadori i Shqipërisë është ambasadori i Shqipërisë, të gjithë aktorët politikë në vend duhet ta kenë të qartë. Ambasadori i Shqipërisë është ai, nuk është një ambasador, thjesht ambasador. Po e ka dhe obligimin e vet kushtetues, nenit kushtetues për shqiptarët jashtë kufive administrativ të Shqipërisë, të interesohet, të alarmoj situata, të ngretë çështje, dilema, dyshime, thjesht me qëllimin pozitiv që të ndihmojë shqiptarët në vend. Nuk duhet shqiptësit me tendencë politike, pavarësisht interpretimeve të aktorëve të ndryshëm politik që mundohen të poentojnë pastaj. Po përse solli këtë reagim të Vlenit? Pra, çfarë mërziti Vlenin? Ndoshta përkraja e shpejtë e peticionit për çështjen e provimit të jurisprudencës, a ka diçka që nuk thuhet në prapasken? Në fakt, ambasadori ndërmori një fushat që edhe i takon për përdorimin e gjuhës shqipe, pastaj ai mbështeti realisht një nismë studentore. Do doli publikisht dhe përka dhe mbështeti, dhe në fund ajo rezultoi me një zgjidhje, me një qartësim të situatës politike, e cila për sa vite u dash ndoshta të vijë ambasadori të alarmojë një momentum dhe pastaj sikur të kuptohet se mund të provimi i jurisprudencës tipet edhe në gjuhën shqipe. Nuk është rasti i parë që ambasadori domethënë intervenon politikisht qytetar. Ndodhi një shkollë në Krushevë, ku shqiptarët janë shumë pakica ndeja, dhe ishte çështja e problemit të shkollës fillore. Komuna nuk e lejonte, ambasadori alarmoi si situatë dhe pastaj erdhi një zgjidhje finale që fëmijët ndeja kanë edhe shkollën në Krushevë. Po shqiptarët janë shumë numër pakice e vogël. Pra çudia është që nuk solli ndonjë reagim nga VMRO-ja, ndërhyrja e tij, po solli reagim pikërisht nga shqiptarët. Po, këtu të përmenda dhe më lartë ndasit para 3-4 viteve, implikimi i vetëvendosjes në Shkup, në partitë politike në Shkup, pastaj po përzirja e Albinit nga njëra pjesë nën kupton po default sikur nga ana tjetër qëndron Partia Socialiste ose ambasadori i Shqipërisë. Po thjesht janë ndasi të gabimta ideologjike, konceptuale, politike, pavarësisht se si mund të deshifrohen, po thjesht krijojnë favore partive jo shqiptare dhe kryeministit Mickovskit në shtet. E kuptova gabim apo nga ajo që më thatë pak më lart që më shumë i ka bërë dëm Prishtina sesa Tirana shqiptarëve atje me ndërhyrjen? Politika zyrtare e Tiranës çdo ka qenë indiferente, po jo që s'ka qenë informuar. I kanë lënë gjitha proceset, gjitha detalet, po thjesht nuk kanë mbajt nuk kanë mbajt palë. Thjesht përzirja e vetëvendosjes, pastaj krijoi reperkusione, përplasje, ndasi ideologjike, politike të vetë partitë politike, pastaj edhe të mbështetësit e tyre që e njëjta reflekton pastaj edhe tek votuesi, tek elektorati ose tek qytetari shqiptar i cili thjesht ka probleme të karaktereve ekonomike, po thjesht ngarkohet edhe me ka probleme të ndasive. Që është gabim strategjik, varësisht dikush i ka planifikuar gabim, ndoshta e ka menduar për interese politike, po thjesht ka dalë gabim kombëtar në rrafshin kombëtar. Ali Ahmeti tha që për ta lidhur pak me situatën në Hag, që nëse do dënohen 4 shja e madhe do ketë destabilitet në Ballkan. Ju si mendoni? Ma tepër është deklarat për mobilizim për protesta, deklarat me përmbajtje të folklorit të tipit të motivojnë njerëzit për pjesëmarrje në protesta, se sa mund të destabilizoj. Destabilizimi në Ballkan dhe në Maqedoni ka marrë fund, mendoj, me antarësimin e Maqedonisë në NATO. Nuk janë ata mundësi, nuk janë ata rrethana, situata politike është komplet ndryshe. Dhe shqetësim kryesor i njerëzve për qytetarin e Maqedonisë së Veriut, pavarësisht shqiptar, maqedon, bosnjak, turk, është problemi socioekonomik që është gjendje katastrofale. Buxheti i shtetit është për çdo vit gati vetëm me minus. Kryeministri parabron një shqetësim se diku në minus 2 miliard euro janë në buxhetin e shtetit për vitin 2026 dhe kjo është problem shqetësues për të ardhmen. Deklaratat e të rrafshit mobilizues politik e kanë efektin e vet për të bime për masa, për populizëm, po nuk qëndrojnë. Edhe diçka të fundit kam fakti që Maqedonia e Veriut Shkupi nuk është të ftuar nga presidenti Trump në
në bordin e paqes. Është një lajm i mirë, i keq apo nuk duhet shqetësoheni? Lajmi jo i mirë, dhe lajmi i mirë dhe ishte po të kishte ftesë, po nga që Maqedonia nuk ka ftesë. Këtu do me thonë problem tjetër që paraqitet është mos ndryshimi kushtetues dhe procesi reintegrues i Maqedonisë së Veriut ka stagnacion të madh dhe kjo sikur e bën ripërsërit situatën me ndryshimin e emrit me Greqinë, ku ne humbëm 10 vite kohë për antarësinë në NATO, tani ne po ngecemi edhe me Bashkimin Evropian. Fondet e Bashkimit Evropian janë shumë më të pakta dhe më të rralla, pasi qeveria nuk ka dhe nuk shfaq dhe një interes. Vetë Bashkimi Evropian i ka polarizimet e brendshme, skena ndërkombëtare është e trazuar dhe nuk lobistat për Ballkanin Perëndimor janë më të paktë, pasi vetë Evropa ka problemet e veta. Edhe mos ftesa është një alarm, pavarësisht në shkrimit një marrëveshje që një kontratë për bashkëpunim tregtar mes Maqedonisë dhe SBA-s. Ndoshta edhe diçka se mund duket edhe si për ta mbyllur si pyetje populiste, po është perceptimi poshtë në popull apo lart që shqiptarët pse kanë frikë maqedonasit që shqiptarët mund të marrin Maqedoninë kur ata janë shtet ndërtues? Kjo dilemë në Maqedoni ekziston që nga pavarësia e Maqedonisë. Dhe kjo nuk besoj që të mund këtë frikësim psikologjik që ata e kanë mendjen e vet. Nuk mund të ne si shqiptar të alargojmë, po thjesht ne duhet të jemi dëshmojmë dhe tregojmë më solidar dhe komunitetin maqedon ta integrojmë në Ballkanin Perëndimor, pasi janë jemi Kosova, Shqipëria, shqiptarët Maqedoninë, Preshev. Këto janë një komunitet shumë i vogël, shtetin e vetëm e llogaritin Maqedoninë dhe sikur gjithçka rrotullohet rreth Maqedonisë. Pastaj problemet fqinjësore ata i kanë pas çdo me Bullgarinë, me Greqinë, me Serbinë, me kontekstet historike, pastaj edhe religjioze në Serbinë. Me shqiptarët nuk kemi ndonjë kontest, po thjesht prania jonë në këto hapësira autoktone sikur i shqetëson dhe i frikson. Ata, kjo është mendësia dhe mentaliteti i vjetër i Ballkanit të Slavëve, dhe s'mund të ndryshojmë këtë percepcion të komuniteti Maqedon, po thjesht ne s'kemi edhe nëse ku e marrim këtë shtet, ku e të shohim, çka i bëjmë, është marrëveshje e ore që garanton sovranitetin e shtetit. Maqedonia është shtet antar i NATO-s, pretendon Bashkimin Evropian, shteti duhet ta reflektojë frymën multietnike, karakterin multietnik, po ata sikur e dishojnë këtë pjesë. Mendojnë se lojaliteti i qytetarit shqiptar ndaj shtetit nuk është korrekt. Ne mendojmë se shteti ndaj shqiptarëve nuk është korrekt, po besoj se me integrim në Bashkimin Evropian këto barriera, këto komplekse, këto paragjykime do të kalohen dhe do vazhdojmë jetën si ashtu është Maqedonia si shtet multietnik. Zoti Tanallari, faleminderit shumë për mua, ishte kënaqësi që zhvilluam këtë bisedë. Jam mirënjohës shumë. Faleminderit shumë për mundësinë që më dha që të drejtojmë opinionit publik në Shqipëri. Faleminderit edhe një herë.